është ajo që është stimulim edhe për ndjekjen e krimit. Kemi planifikuar që të ketë policë shtesë, kur e kemi parasysh gjendjen që ekziston në Kosovë, e para që duhet të jetë për një qeveri të përgjithshme, është krijimi i sigurisë me institucione të cilat e përbëjnë sigurinë, në këtë rast profesionalizmi, që duhet të jetë në shkallën më të lartë, të mundshme, me ekspertë të cilët janë në kuadër të policisë, AKI-së, segmenteve që në fakt përballen me dukuri të tilla. E dyta që është më me rëndësi është mirëqenia e personelit policor dhe të kuadrove të institucioneve të sigurisë, nëse duam të kemi një siguri më të lartë dhe një efikasitet në punën e ekspertëve të cilët janë në kuadër të kësaj fushë. Pse po e them këtë? Për arsye se nëse rroga e policit është ajo që e mirëmban familjen, krijon mirëqenie dhe ka vullnet për punë, është ajo që është stimulim edhe për ndjekjen e krimit të organizuar. E dyta është që nëse kemi ne kuadër tillë, ne në programin tonë kemi planifikuar që të ketë policë shtesë në mënyrë që të mundet të avancohet edhe siguria në vend, e sidomos në një polici lokale e cila do të mund të kishte kontrollin edhe në segmente të lokaliteteve ku mund të ketë krim të organizuar. E treta që është më e rëndësishmja është lidhja me Europolin, Interpolin, organizata të cilat janë në një komunikim të vazhdueshëm me shtete të cilat janë në kuadër të saj. E interesimi ynë duhet të jetë që të jemi anëtarë të drejtë për drejta në mënyrë që të ketë një kontroll më të madh. Nëse ne i lëm policët pa kushte, nëse nuk kanë edhe shtesën e rrezikshmërisë që shpeshherë janë ballafaquar